Unë jam I bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025, prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit. Unë nuk kam se çfarë të shtoj prej konferencës për media që kam pasur para një jave dhe nuk besoj që është e nevojshme ta përsëris veten. Presidentja e Republikës është kreu I shtetit ku unë jam kryeministri I vendit dhe unë besoj që kemi një çështje që tash ndodhet në gjykatën kushtetuese, ndërkaq theksi duhet të vihet tek fakti që në vitin e kaluar kemi pasur 4 palë zgjedhje dhe unë jam I bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025, viti 2026 është vit I ri, nuk është as e drejtë as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit dhe qytetarët e Republikës presin prej neve stabilitet institucional e jo zgjedhje të përsëritura. Pra nuk ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të filloj kuvendi të punoj, me qenë se mbi 120 milion euro të marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare na janë vënuar për shkak se nuk po punon Kuvendi I Republikës dhe në anën tjetër zgjedhjet e reja do të kushtonin së paku 10 milion euro. Nuk bëhet fjalë tash se kush e ka shumicën ndërmuese, subjekti vetëvendosja ka fituar me 51.1%, dhe çështja është e kuorumi për 80 deputetëve dhe nuk besoj që na duhen zgjedhje të reja për të pasur garë se apo I bëjmë 80 deputet. Është e domosdoshme që sa më parë të funksionalizohet kuvendi dhe të mos shkojmë në zgjedhje të reja të panevojshme. Zgjedhjet e fundit janë mbajtur me 28 dhjetor. Për bindjen time të fuqishme, zgjedhjet nuk ka qenë mundur të mbahen me 21 dhjetor, për shkak se ekziston edhe shkresa nga sekretariati I Komisionit Qendror Zgjedhor, që thotë që e kanë të pamundur organizimin e zgjedhjeve për 21 dhjetor për të përmbushur afatet e domosdoshme kohore lidhur me sfidat teknike e logjistike. Mos harroni që ne kishim në tetor dhe nëntor 2 raunde të zgjedhjeve lokale dhe hym në procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare ende pa u bërë certifikimi I zgjedhjeve lokale. Prandaj nuk ka pasur mundësi tjetër për datë përveç se 28 dhjetor. Nëse dikush do të mendonte që ka qenë mundur të organizohen zgjedhjet me 4 janar, as kjo s'ka qenë mundur për shkak të aspektit buxhetor. Ju e dini që në muajt e fillimit të këtij viti kemi shkuar sa I përket buxhetit me 1/12, e 1/12 nuk do të mjaftonte për shpenzimet e Komisionit Qendror Zgjedhor, sepse nuk ka qenë situatë normale, pra KQZ si nevojitën shumë më shumë mjete në muajt kur ka zgjedhje. Gjasa për konsenzus përcaktohet vetëm nga të tjerët për shkak se gatishmëria jonë për konsenzus është e plotë.